Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherri i nefseve tona dhe sherri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me komentimin e ajetit 90 të surës Nahl. Kjo është hutbja e 4 që flasim për këtë ajet dhe kemi thënë se është një prej ajeteve më gjithëpërfshirëse të asaj se çka urdhënon Allahu dhe çka ndalon. Dhe është një prej ajeteve me të cilat përmbyllen hutbet, të gjitha hutbet në përdunja që mbahen, pa marrë parasysh në çfarë gjuhë mbahen ato. Pra kemi thënë se ajeti është inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Që do të thonë me të vërtetë Allahu e urdhënon drejtësinë, mirëbërësinë dhe ndihmën për të afërmit. Dhe ndihmën me ju ofru ndihmë të afërme. Kjo është pika e tretë. Se sa i përket drejtësisë i kemi mbajtur për të di hutbe, pastaj kemi fol për ihsanin ose mirëbërësinë, dhe kjo është pika e tretë të cilën Allahu e urdhënon, që është ndihma për të afërmit ose për akrabat ose për farefisi. Dhe pjesa e dytë e ajetit është për ato gjëra që Allahu i ndalon, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, dhe Allahu e ndalon immoralitetin, të shëmtuarat dhe padrejtësinë ose shtypjen e tjerëve. Edhe për këto do të flasim kur të vijë vakti. Sot do të flasim për, ndihmën, bujarinë, zemërgjërsinë, lidhjen, kontaktin që duhet me pas me akraban ose me të afërmit ose me farefisin tonë. Me lexu, kur ti lexojsh ajetet e Kuranit dhe kur të lexojsh hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë folur për çkëtë temë, pra për lidhjet farefisnore, e vërejnë se feja islame i ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe kësaj teme, këtij obligimit. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është fars, nuk është si dush. Edhe normal, sa më tepër që zgjerohet farefisi, çaq më obligimi bëhet më i vogël. Do të themi nuk është obligim. Sa më të afër që janë njerëzit, domethënë se te farefisi piku fillojmë, pi te prind. Edhe prind janë ato akrabatet tonë. Se ne mendojmë akraba janë, domethënë edhe familja e ngushtë është akrabaja jot, farefisi it, baba, nana, vllau, motra, domethënë axha, halla, daja, kjo janë domethënë familja e ngushtë. Pastaj edhe familja e gjallë llogaritet farefis, por nuk është obligimi i njëjtë. Fillon zbehet obligimi dhe sa më tepër që largohet gjaku, çaq më pak obligime ki ndaj tyre. Mirë po. Me lexu Kur'anin, se ka shumë ajete kuranore që Allahu subhanahu wa taala thonë e ka obligu, e ka wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Një ajet që pejgamberi në çdo fjalim e ka thonë, tutjuni Allahut, të cilin ju e lutni, dhe kujdes akraban. Edhe shumë ajete të tjera ka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat shumë i ka kushtuar rëndësi lidhjeve farefisnore, domethënë çat shumë i ka kushtuar rëndësi, saqë me thon drejtën mua më ka interesuar. Pse çat shumë? Pse? Edhe kam hulumtu, kam lexu, kam lip, pse në fenë islame shumë i kushtohet rëndësi mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Pse? Nuk mundesh me gjë që tërkon. Jo, këtu është domethënë një obligim shumë i madh. Është një obligim shumë i madh mi mbajt lidhjet farefisnore. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: nuk ka ndaj punë që e përshpejton dënimin e Allahut, se normal dënimi njeri mundet me bëj shumë xeza, shumë të këqija, shumë krime. Edhe kur e merr dënimin, edhe mu mshefa, e merr dënimin botën tjetër. Mirë po, është një zezë, një krim, e cila e përshpejton dënimin e Allahut në dunja. Nuk metet për në ahiret po se po.
Mira ma, dënimi vjen. Cila është ajo? Shkëputja e lidhjeve farefisnore. Njeri i cili e në përkëmp farefisin e vetë, nuk e nje, nuk e respekton, nuk mba lidhje me ta. Do me thonë, aje përshpejton dënimin Allah qysh në dënja. Thotë për nësëm, s'ka pun që e përshpejton dënimin Allah në dënja, si kurse shkëputja ose në përkëmbja e akrabave. Subhanallah. Pas e thotë për një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në xhenet nuk hyn ai që i kput ose i shkëput lidhjet farefisnore. La yadkhulul jannata qati'. Nuk hyn në xhenet ai që i kput lidhjet farefisnore. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Ka një arsye shumë të madhe. Do ka një hikmet, ka një urtësi se nuk vin ato urdhnat e Allahut subhanahu wa taala vetë çashtu, a di? A obligim është ashtu, vetë obligim. Jo ka, jo, pse? Dietarët është një rast shumë interesant. Said ibn Musayyibi. Said ibn Musayyibi është një prej dietarëve të mëdhenj, prej gjeneratës së dytë të muslimanëve, prej tabiinëve. Është një prej fukahave më të mëdhenj të Islamit që ka jetuar në Medinë. Një ditë i thënë, pyet për një person i cili e ka pas emrin Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha. Thot, ku është be Ibrahimi? Thënë, Ibrahimi vdiq, parzët vdiq. Qysh thot vdiq? Po, thot, është shembë shtëpia përmita dhe e ka zonë. Në me thonë rënojët e kanë zonë dhe ka vdek. Thot, jo, s'është e mundshme. Nuk është e mundshme, thot Sejdi mësë. Ai që kësi vdekje me pas. Edhe ato çka bëjnë, organizohen shpejt e shpejt, shkojnë i hekin ato gërmadat, i kanë pas ato qerpiç, më thonë tullat e baltës që i kanë bëhe, druna e ketë, normal. Ato kanë menu që shkoj, Ibrahimi. Vdiq, se është shem shpia mbi ta. Thot nuk mundet me vdek. Edhe pasi që shkojnë, organizohen një grumull e njerëzve, i largojnë gërmadat kur e shohin ai, do me thonë më një qosh ashtu, nuk e ka lëndu kur gjoas, nuk është i gërvisht Ibrahim. Kjo është rast i vërtet që ka ndodhur, kjo nuk është, do me thonë, prallë, kjo është rast që e përmendin librat e historisë. Pastaj i than Said ibn Musayyibi, ti dietarit madh. E mirë thot, pikaj ditë ti që ki, do me thonë, nuk ka vdek aty në atë shtëpinë, se ne e pam edhe thamë, shkuan ato që janë konë mrena, aty kanë vdek. Po thot ai është një prej njerëzve që më shumë ti respekton farefisin dhe akraban e tij. Nuk mundet një njeri që, për çfarë pejgamberi sa në një hadith ka thonë, do të thonë, njeri edhe gjunaqar me kanë, nëse e respekton farefisin e tij, Allahu i jep bereqet. A nëse i ibadetxhi veç për veti, ama farefisin nuk e respekton, s'ka bereqet të ti edhe të shtëpia jote. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se një popull të fortë, që kjo është urtësia më në mend. Një popull të fortë, një shoqëri të mirëfillt, sikur se kanë qenë muslimanë para shumë shekujve dhe shoqëria të cilin e ka ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shoqëri e fortë, nuk ndërtohet nga individet. Nuk e bën një popull të fortë njerëzit e fortë, po familjet e forta. E tash në kohën moderne sociologët thonë qeliza e një shoqërie është familja. Familja. Ka familje të shnosha, ka popull të shnosh. Se njeri që mësohet me jetu si individ, pa familje, çka ndodh me ata? Nuk po flasin për raste ku njeri i detyruar s'ka kërkan. Kjo është përjashtim. Një njerë që s'njeh familjen e vet, e hub identitetin. Edhe shtohet tek ai mundësia, jo tek çdo njeri, mundësia për me ushtu krimit e. Se paramendon, një njeri cili s'ka as vlla, as baba, as nana, as daja, as mingja, as alla, as deza, as kusheri, as kurgjoska. Jeton vet. Do me thonë, ata zakonisht stërmbushen, do me thonë, me ide të këqija, një njerë që jeton veç vet. Edhe ai, pikuj dhe t'i vije marrë nesër nëse del edhe bani. Ose qoftë mashkull, qoftë femër. Një femër, për shembull, e cila nuk ka bab, nan, vlla, ajo mundet mi pas, po nuk i njeh. Sikur se ndodh, do me thonë, në disa shoqëri prej shoqërive njerëzore. Ka po, për shembull, se njeh mo gjali babën e vet.
Nuk e nje vllajin e vet. Nuk e nje akraban e vet. Pikujna kam jartë marë nesër me dale dhe me bëllë këtë zeza. Pikujna kam jartë marë. Për qatë njeri familjar, kur themi, unë jam njeri familjar, kur themi, dhe me thonë, unë e kam familje, unë e kam identitet. E familjet e formojnë shoqërinë dhe ndalojnë njerun prej shumë krimeve. Prej shumë krimeve. Se ti duke e rujt familjen, e ruan popullin. Krejt shoqërinë e ruan. Pra nuk është një çështje kjo, në me thonë, prandaj, fatkeqësisht në shoqërinë tonë ka shumë zënka familjare. Vllai me vllai nuk fol. Ose nuk flasin, për shembull, në me thonë nuk flasin djemt të themi të brezit e parë, djemt e axhës, nuk flasin me njëri tjetrin. Për arsye më të ndryshme, për thashë theme, për zakonisht bëjnë gara për dunja, se dunjaja kur hin midis, ty plot familje që unë e njoh në raste konkrete, nuk flasin, shtihen, kanë betejë familjare të brendshme, a duhet me kone kundërta. Pse se në betejat familjare fituesi është humbës. Për shembull, keni mosmarrëveshje me vllajën tënd. Edhe ban çka mos, që ta fitojsh në këtë mosmarrëveshje. Ja shtihesh për dunja, ja për ndonjëherë konflikti shkon edhe ma thellë. Edhe në fund e fiton. Që ki fitu si është humbësi më i madh. Po kanë e ki fitu. E ki fitu vetë. E kim poshtë kanë, familjen tënde e kim poshtë. Për çat, do të thonë, këto, do të thonë, mos marrëveshje, këto veprime të cilat i prishin raportet familjare, duhet me gjetë mënyrë për mi largu nëse do me fitu familja jote. Për çat njëri i ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë, ja Rasulullah, unë i kam të familjar, shkoj të ata, pa ato më qeshin, edhe kur nuk më respektojnë, edhe kur nuk vinë. Thot pejgamberi sa, nëse është e vërtetë kjo që thua atë me ti, është vazhdimisht një melaçe e cila të ndihmon. Ti vazhdo, nuk i ka thonë, nuk të marrin dorë, leja ato mas dore. Dëshmi majt, edhe nëse nuk të respektojnë, se të na është një rregull. Do me thonë, edhe njeri më i afërt, nuk të vjen, nuk i shkon. Nuk mba lidhje, se mbajtja lidhjeve farefisnore, të nderuar vëllezër, më thonë, çka nën kupton? Me majt kontakt. Edhe mi ofru ndihmën e nevojshme nëse ti mundesh mi ndihmu ndonjëri prej familjarëve tu. Dikush ka nevojë ndihmë materiale, dikush s'ka nevojë ndihmë materiale, sa është më i fortë se ti ekonomikisht, po ka nevojë për një muhabet, ka nevojë me çojmë një hall, ka nevojë me ul, me bisedu me ta, ka nevojë me net me ta, ka nevojë. Pse se? Për çat edhe familja është përveç që është identitet, është edhe siguri në të njëjtën kohë. Për çat punën e farefisit kemi nevojë shumë me punu për mi përmirësu lidhjet farefisnore. Nuk hin xhenet, arabisht i thënë rahim. Rahim i thënë farefisit prej fjalës rahmet. Edhe thënë kush e kpuç që këtë, se Allahu subhanahu wa taala ka zbrit një copës të rahmetit të tij në dunja. Dhe kush e largon që këtë rahmet, pra lidhjen farefisnore, se nëse më kuptoni, dhe me thonë, fjala farefisni në arabisht buron nga fjala rahmet, se rahim i thënë farefisnis, rahmet i thënë mëshirës. Kush e largon farefisin e ka largu rahmetin dhe bereqetin prej ti dhe prej familjes së ti. Një rast shumë interesant, pejgamberi sa në Medinë, karshi xhamis vet, njëri prej sahabeve që e ka pas emrin Ebu Talha, e ka pas një kopsht, domethënë shumë të mirë. Ka pas aty hurma, palma ka pas, që kanë dhënë frytet e hurmave, ka pas edhe një pus me një ujë shumë të mirë. Edhe shpesh për mësëm ka hi ati, ka nejtë nër hi edhe ka pi ujë pi ati. Edhe këtë e kanë lakmu që ata, e kanë lakmu që atë kopshë. Ajo ka qenë një pasuri shumë e madhe. Mund është mi thonë me gjuhën moderne, ka qenë pasuri milionshë. Diçka që se ka pas kurkush. E ka pas e nga xhamis pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe zbret një jetë kuranor ku Allah subhanahu wa taala thotë len tenalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. S'keni me arrit bamirësinë, thotë Allahu, derisa ta jepni ata që e dojni. Ajeti kuranor. Edhe vjen Ebu Talha te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ja Rasulullah, ka zbrit që kia ajet, siç e di ti, ka zbrit kia ajet. Edhe une, thot, pasurinë më të dashur që e kam që ketë kopshin që quhet Beiruha. Ka pas emën ajo bafçe e madhe, Beiruha. Thot, kjo është diçka që më shumë ti e du prej dunjas. Mira ma, po e jap fi sabilillah, jepe ku mendon ti se është
Shpenzoja i dërguari i Allahut, ku mendon se është më mirë? A dini çfarë thot pejgamberi sa thot subhanallahu, thot rabihal hadha malun rabih. Që kjo është fitore, një pasuri për cilës ti fiton shumë, pa me dhënë diçka shumë vlefshme, fiton shumë të Allahu subhanahu wa taala. Edhe ku e dha pejgamberi? Thot edhe unë mendoj se duhesh me vadhan djemve mi xhallarëve tu. Ai e pejgamberi, thot vënoje o i dërguari i Allahut, leje, shpenzoje dhe me jepja kujt dushti, kujt mendon se i takon më shumë ti. Thotë pejgamberi, unë mendoj se do t'ja japim, se plot prej sahabeve, domethënë të mirë, janë kanë prej familjarëve të butalës. Thotë unë mendoj se duhet m'ia dhon djemve të minxhallarëve tu. Pasurinë më të mirë. Atëherë për shembull, çka mendojna? Sa jemi të gatshëm mi dhon vllaut, mi dhon, domethënë, të shkojmë një brez më larg për shembull, kusherive mi dhon ose sa jemi të gatshëm. Kjo është, domethënë, me thon drejtën, me lexu këtë rast, domethënë me shku me ofruat më të mirën që e ke. Edhe pejgamberi sa më ia dhon djemve minxhallarëve, më ia dhon tu, ti që je shpenzuesi, që je dhuruesi i asaj pasurie. Po kjo çka flet? Kjo flet për atë se domethënë sa të kujdesshëm duhet me kanë për me rrit. Se po, në një shoqëri ku ka drejtësi, domethënë bëhet ai themeli i parë i rëndësishëm, domethënë për me përparu ajo shoqëri. Mirë po, thamë që vetëm drejtësia nuk mjafton, duhet me pas edhe diçka plus drejtësisë, diçka që është vullnetare, ajo është mirëbërësia. Dhe e fundit është me dasht farefisin tënd, edhe pse të drejtësia dhe mirëbërësia përfshihet edhe familja. Kur thotë Allahu urdhnon në drejtësi dhe mirëbërësi, kjo nuk kupton se edhe me familje duhesh me kon, edhe bamirës duhesh me kon, edhe i drejtë. Mirë, po Allahu e ka potencu akraban edhe farefisin për me tregu se kjo është një çështje shumë e rëndësishme të musliman. Nëse dojna ne, domethënë, mu zhvillu si popull, nëse dojna me pas një shoqëri të shëndosh, duhet mi rujt farefisin, domethënë duke i ndihmu, duke i këshillu, duke majt lidhje, duke i rujt identitetin, se kështu e ruan veten, edhe është një lloj sigurie sociale, përveç që është edhe identitet, edhe përveç që është, domethënë, largim nga krimet dhe gjunahet e ndryshme të cilat mund t'i bëjë njeriu kur qëndron, kur jeton i vetëm. Allahu subhanahu wa taala na udhëzoft drejt ruajtjes së lidhjeve farefisnore. Allahu na forcoft në rrugën e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.